Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Përshëndetje, si jemi? Tani, Ministre, jemi në kantierin e fazës parë të punimeve të kampusit të ri të Akademisë Forcave të Armatosura. Një masterplan domethënës, sipërfaqe të konsiderueshme, po edhe për akomodimin jo vetëm të kapaciteteve dhe nevojave aktuale, po edhe të gjitha parashikimet që kemi për forcën armatosur dhe stërvitjet deri në vitin 2030. Është vetëm për klasat dhe programin akademik, apo edhe akomodim të studentëve? Është dhe për akomodim të studentëve. Faza e parë parashikon vetëm godinat e studimit, klasat, simulimin, bibliotekën, auditorët, dhe do kemi në fazën e dytë edhe elementet që lidhen me akomodimin, pra fjetin, me jetesën, mensa, stadiumi. Mensa është përfshirë që në këtë fazë, por elementet sportive, elementet mbështetës dhe zgjerimi i kapaciteteve është faza e dytë. Një godin praktikisht prej 1700 metra shkatror, por 7500 metra katror sipërfaqe studimore. Gjithë hapësira do të vetëm për fazën e parë. Fantastike. Kështu që jemi në kushte ku praktikisht 80% e punimeve të infrastrukturës kanë mbaruar dhe po merremi me arredimin dhe pjesën me auditor, me salla konferencash, biblioteka, përveç laboratorëve që janë tipik për programin e Akademisë Ushtarake. Praktikisht kemi një situatë ku kemi një numër shumë të madh aplikimesh çdo vit. Ky vit ka pasur një numër rekord, 1630 aplikime, vetëm për 80 vende, 80 kuota. Dhe është ndoshta institucioni arsimit të lartë që ka pasur rritjen më të madhe këto vite të fundit. Dhe disproporcionin më të madh midis kërkesës edhe ofertës, kuotave që janë në dispozicion. Një format klase. Një format klase. Për të akomoduar rreth 100 zënës në maksimum, pavarësisht se do jenë grupe më të vogla. Ne synojmë të akomodojmë praktikisht sipas kalendarit që kemi, Ministre, në muajin shkurt praktikisht godina do jetë gati për të akomoduar bachelorët dhe masterët. Bëhet gati në shkurt? Bëhet gati në shkurt. Këto janë limitet që kemi vendosur vetes dhe limite ushtarake, më duket. Limite ushtarake, duhet i kapim patjetër këto afate. Edhe me arredimin edhe pjesën e teknologjisë informacionit, sepse janë edhe këto element që do për teknologji. Praktikisht është, përveç se është një investim fantastik edhe për një ndër degët tona të zhvillimit që po merr gjithmonë më shumë rëndësi, praktikisht në sfidat globale që jetojmë, uniformën ushtarake që na duket deri diku si e panevojshme ose në margjina, le të themi, të pjesës tjetër të jetës të vendit, sot vjen gjithmonë më shumë për në kryefjalë të tavolinave ndërkombëtare, edhe për shkaqe të sigurisë, por edhe për, unë do thëj, është dhe një lloj shëndeti në edukimin e të rinjve, sepse rezulton që të jetë i shëndetshëm edhe për thjesht individin. Por unë dua ta vë theksin në një tjetër element. Është një investim që i shtohet paketës madhe të investimeve në sektorin e arsimit. Akademia Ushtarake, aq më tepër kur shikojmë që ka një kërkesë në rritje, që do duhet të përgatitemi me këto investime dhe për ta zgjeruar ofertën për këta të rinj, sepse nuk është thjesht akademi ushtarake e mirëfill, por është edhe me profesione të caktuara, siç janë inxhinierit apo siç janë ekonomia, të cilat shërbejnë në një farë mënyrë në kryqëzim të jetës civile me, le të themi, aktivitetin e forcave të armatosura. Dhe nga ana tjetër është një investim që shtohet portofolit madh të investimeve në fushën e arsimit, e cila ndryshe nga që kuptohet ose keq kuptohet, nuk është thjesht buxheti i Ministrisë së Arsimit. Portofoli që qeveria shqiptare investon në sektorin e arsimit është në fakt dhe Akademia Ushtarake, siç është dhe Shkolla e Magjistraturës, siç është dhe arsimi profesional, që sot apo Akademia e Sigurisë e kështu me radhë, apo investimet që bëjnë vetë bashkitë. Kjo është aula e madhe, praktikisht, me një kapacitet rreth 250 vëndësh, ku është ideuar nga Universiteti Politeknik, praktikisht Fakulteti i Arkitekturës, në bashkëpunim me institutin ton, dhe ka dhe projekti është konceptuar i përbashkët, dhe kemi një
një pasqyrim edhe të historikut praktikisht, të elementeve të helmetave, elementet ndrysor dhe metalik që e lidhin me lëndën. Dhe këtu praktikisht është mobilizuar dhe puna më e madhe këto kohë, në mënyrë që siç e thash, jemi gati për të akomoduar në semestrin tjetër bachelorët dhe më pas dhe masterat. Dhe siç e përmendët dhe ju, kemi një ofertë akademike tashmë në Akademinë e Forcave të Armatosura, e cila mundëson edhe aspektin profesionalizues, pra nuk janë vetëm kurse akademike, janë dhe kurse që profesionalizohen, sidomos në sektor, siç e quajmë ne në gjuhën e forcave të specialiteteve, pra kemi masterin e sigurisë kibernetike, i cili është bërë shumë tërheqës dhe pasohet edhe me investime në rrjete, në sisteme, me gjithë kurrikulën përkatëse, në mënyrë që të ofrojnë praktikisht ato kapacitete që ka nevojë forca për të ardhmen, si kundër dhe për të ardhur në mbështetje sektorëve të tjerë shtetëror që kanë nevojë për të kapacitete, sepse Akademia e Forcave të Armatosura nuk funksionon vetëm në dobi të forcave, por është kapacitet kombëtar praktikisht, sepse këtu formohen edhe liderat që administrojnë procese që lidhen me armatimin, që lidhen me industrinë, që lidhen me sigurinë në sensin e gjerë të fjalës. Dhe të mira janë edhe kjo iniciativa me fundit, unë dua ta përmend sepse edhe kam pasur një hënë shumë pozitive të masterit të kombinuar që kemi bërë për shumë në Universitetin e Vlorës në fushën e marinës, por edhe të aviacionit. Edhe inxhinieria armatimi që është shtuar. Dhe besoj që kombinimet e tilla general me universitetet e tjera janë shumë të mira sepse krijojnë një rrjedhim të universiteteve dhe pastaj brenda universiteteve shikojmë edhe mundësinë e ndërkombëtarizimit, sepse është e vetmja rrugë që na pret për jetëgjatësinë, por sidomos për cilësinë e arsimit lartë në Shqipëri. Ku ju me kapacitetet që keni. Universiteti Politeknik na jep mundësinë që sikundër e bën për armatimin në Vlorë, për sa i përket elementet që lidhen me ndërlidhjen, telekomunikacionet, luftën elektronike dhe mbrojtjen e sigurinë kibernetike, sepse praktikisht është forcat e gjalla praktikisht në nivel kombëtar janë ke Politekniku aktualisht, dhe aty është formimi më cilësor bazë, të mund të specializohen dhe të kemi atë kurrikulën e përbashkët që mund ta konkretizojmë, shpresoj në vitin që vjen. Super. Po kjo ka dhe ambientin fantastik shtu rreth e rrotull, do të thënë është një lloj kampusi. Është kampus i mirëfillt, është kampus i mirëfillt universitar. Po ndjekim modelin e West Point-it që kemi thënë. Edhe ata në një luginë e vendosur, pavarësisht se janë në një sipërfaqe pak më të madhe, por për kapacitetin që kemi ne dhe në nevojitën është shumë e bukur. Është fantastike. Dhe unë shpresoj dhe besoj që cilësia e mjediseve duam të jep edhe dëshirën për ta ndjekur një shkollë të caktuar. Kemi pasur një rritje të mesatarës, që është e vërteta këtë vit, çka na mundson gjithashtu që për specialitetet e inxhinierisë, të kibernetikës, realisht të kemi prurje shumë cilësore. Studentët paguhen nga momenti që kryejnë betimin dhe formimin mbas muajve të parë dhe betohen, paguhen, janë me rrogë cilësore, sepse praktikisht një ushtarak në vit të parë sot merr 800 euro rrogë, dhe pastaj ka ecurinë me gradat, me vështirësinë, dhe elementi i dytë tërheqës ka të bëjë edhe me faktin që specializohen në akademi ushtarake shumë cilësore, në vende aleate të përzgjedhura, padyshim në Shtetet e Bashkuara, po edhe në Francë, Itali, Turqi, Greqi, dhe kjo i shton kurrikulës praktikisht atë elementin tërheqës. Si është raporti djem dhe vajza? 25% janë vajza. 25% janë vajza. Ka rritje të kërkesës Ka rritje, po patjetër. nga vajzat? Vetëm disa janë skualifikuar për shkak të kritereve që ne kemi. Të kritereve fizike mbase? Po, jo fizike, po dhe gjatësisë dhe parametrave të tjerë. Po, atë kisha Po thënë. gjithsesi prapë 25%, nuk është pak. Jo, është goxha. Po ta, sepse kjo ndryshon dhe mentalitete. Raca që ka fantastike. Po, element që mund të Shumë kryen edhe elemente. aktivitete Po pra, element për kryer ceremoniale. aktivitete, po edhe për të krijuar ndoshta edhe një moment të socializimit të studentëve, se vërtet jeni forcat e armatosura, po
Brenda e keni dhe momentin I kemi e kushtuar rëndësit raportit njerëzor. Edhe pa ardhur këtu, po kur të vim këtu patjetër që edhe më tepër, Okej. pa diskutim. Fantastike. Sa student ka sot akademia? Nga viti parë deri 450 bashkë me master. Do me thënë bachelor, master. Kemi dhe elementin e formimit të kadetëve nga Kosova. Kemi rritur okay. kuotat dhe për ta, që është e vërteta, Dakord. në mënyrë që Ju ofrohet edhe atyre të mundësia. pozicionohemi gjithnjë më shumë si një kampus rajonal, Rajonal. edhe për Kosovën patjetër, sepse kemi bashkëndajmë të njëjtat parime formimi dhe në kuadër të bashkëpunimit kombëtar, do të thoja, mes Kosovës dhe Shqipërisë, Mund por të jetë tani, mund të jetë edhe hapur ndoshta për apo akademitë ushtarake nuk kanë hapur apo vende të tjera. Për shembull siç shohim ne në Turqi, në Itali, kemi marrëdhënie të në tjera. Greqi. Kjo ndodh për kurset e nivelit lartë. Dakor. Për kurset e oficerëve dhe kurset e nivelit lartë kemi element të tillë ku vinë nga akademi të vendeve të NATO-s. Nga momenti që do finalizohet oferta akademike dhe infrastruktura përkatëse, qëllimi është që ky kampus praktikisht të kthehet në një shkollë rajonale. Eksakt, se ka gjithë potencialin. Ta zgjerojmë ofertën dhe jemi praktikisht në bisedime qoftë me palën amerikane, qoftë edhe me disa vende aleate të tjera, pikërisht që të funksionojë si një shkollë kadetësh rajonale,